porta e energjive të reja hapet sot. Universi ka një shenjë për ty. Kjo e hën hap një portë të re energjie që nuk shfaqet shpesh. Sot, universi lëviz në një mënyrë më të qartë dhe më të ndjeshme, duke i dhënë secilit prej nesh një sinjal që ka kohë që e pret. Nëse je ndjer i lodhur, konfuz, i bllokuar ose në pritje të një shenje, kjo ditë sjell një dritë që të çon drejt rrugës së duhur. Energjitë e kësaj të hëne nuk janë të zakonshme. Ato premtojnë lëvizje, qartësi dhe një hapje të re shpirtërore. Universi sot të thërret dhe përgjigjja jote ka rëndësi. Demi, sot hapet një energji e butë dhe e qëndrueshme për ty, por edhe një paralajmërim i vogël që të shtyn të mos mbash më peshë që nuk të takon. Mund të marrësh një mesazh, një propozim ose një mundësi që lidhet me punën, por kërkon vëmendje dhe të mos nxitohesh. Në dashuri, një afrimitet i ri ose një bisedë e sinqertë sjell qartësi. Beqarët mund të tërheqin diçka që i pëlqen stabiliteti yt. Financat janë të mira, por organizimi i tyre sot sjell rezultat në ditët që vijnë. Energjia e universit të thotë të mos shtysh më disa vendime. Sot është dita jote për të hapur një kapitull të ri, duke hequr dorë nga frika dhe duke zgjedhur qetësinë që meriton. Luani, kjo ditë sjell një rritje të fortë energjie dhe një moment ku mund të shfaqesh talentet dhe aftësitë që ke mbajtur të fshehura. Në punë, një vlerësim ose një shans i vogël të jep shtysë për javën. Në dashuri, ti ndihesh më i hapur dhe më i drejtë për drejtë, dhe dikush mund të reagojë pozitivisht ndaj kësaj energjie. Beqarët rrezatojnë magnetizëm. Financat janë në teren stabil, por një ide e re mund të çojë drejt përmirësimit. Sot universi të jep një shenjë të qartë për të treguar leadershipin tënd. Mos u fsheh. Energjia e kësaj dite kërkon guxim dhe vetbesim, pikërisht cilësitë që ti i ke me bollët. Sot shkëlqen me merit. Akrepi, energjitë e sotme hapin një shtresë të re të intuitës tënde. Mund të zbulosh një të vërtetë që e ke nuhatur prej kohësh, ose dikush mund të tregojë më shumë sinqeritet se zakonisht. Në punë mund të marrësh një lajm, një mundësi ose një informacion që të vë në pozicion avantazhi. Në dashuri, një bisedë e thellë mund të sjellë afrim dhe pastrim energjie. Beqarët tërheqin njerëz me energji të fortë. Financat kërkojnë kujdes, por nuk ka rrezik. Sot universi të thotë të mos mbyllesh emocionalisht, drita vjen vetëm kur lejon energjitë e reja të hyjnë. Kjo e hën është ditë zgjimi për ty, një sinjal i pastër se po afrohet një ndryshim që e ke kërkuar prej kohësh. Ujori, sot energjitë hapin një derë të re për kreativitetin dhe mendimet spontane që të çojnë drejt ideve të freskëta. Në punë, je më i shpejt, më i zgjuar dhe më origjinal se të tjerët, dhe dikush mund ta vërejë këtë në mënyrë të papritur. Në dashuri, një sinjal i vogël mund të hapë një bisedë të bukur ose një afrimitet të ngrohtë. Beqarët rrezatojnë çiltërsi dhe origjinalitet. Financat janë të stabilizuara, por mos hyr në shpenzime që s'të shërbejnë. Energjia e sotme të thotë të mos e humbësh kohën me drama të kota dhe të fokusohesh te ajo që të frymëzon vërtet. Sot universi të jep një shtysë të pastër, bëhu vetvetja dhe gjithçka vjen te ti. Nëse ndjeve që një pjesë e kësaj videoje foli me ty, atëherë mos e injoro këtë shenjë. Shkruaj në komente. E pranoj mesazhin e kësaj të hëne për të aktivizuar energjinë e ditës. Mos harro të bësh like, të abonohesh në zërin e universit dhe ta shpërndash videon me dikë që ka nevojë për këtë udhëzim. Universi po flet sot.